në Kupën e Botës? Bëndshëm ka qenë një ndër kampionatet më të përfoluna, pikërisht shkaku i vendimeve të referve. Po. Në thonë, deri sa diskutohen vendimet e referve, atëre nuk mujna me thonë që ka pas referim të mirë. Deri sa në Katar e kemi pas një kampionat botnor që nuk ka pas, nuk majnë mend që ka pas në rast diskutabel, çdo gjë ka qenë me milimetra. Po. Këtë kampionat, në këtë kampionat kemi shumë raste të përfoluna, që lojmë vend për diskutim. Nuk me kapim na që kishin edhe me vendos kam bo gabim apo s'kam bo gabim, por sido që tjetë, këto gabimet kanë qenë prezente. Unë nuk maj men kampionat që ka pas ka shumë gabime. Edhe gjdo natë kemi folë për një vendim, për një diçka, për Kroacia, Francës nuk jep kartona, Egjipti, ma herët u heq kartoni, me thonë ka pas shumë është përfol gjykimin. Edhe kemi pas edhe shumë shkarkime, deri tani një 13 trajner janë shkarkuar ose kanë dhënë ndërheqjen. Ndërheqjet në kampionatin botnor janë normale. Sidomos ata që dështojnë? Sidomos ata që dështojnë, sidomos... Gabimi parë dhe më thonë shkon direkte te trajneri, kur humbe... Sidomos venet ku janë ma popull temperament, Tunizi, për shembull Marok,